Mirë se erdhët të dashur Binjaka në Letra të Rrëfenj. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Binjak, kjo javë duket sikur po ju vendos përballë një pyetje shumë të rëndësishme. Çfarë dua vërtet? Sepse letrat nuk tregojnë mungesë mundësish, përkundrazi, tregojnë aq shumë mundësi sa rreziku nuk është të mos keni zgjedhje. Rreziku është të shpërndani energjinë në shumë drejtime njëkohësisht. Dhe binjak, dhe nëse ka një shenjë që ditë të ketë 17 plane njëkohësisht, 4 ide biznesi, 3 njerëz që i pëlqejnë dhe 2 projekte që nuk ka përfunduar ende, janë binjakët. Kjo javë kërkon të zgjidhni një drejtim dhe të jepni energji asaj. Rendi parë është jeta, puna dhe karriera, të dashur. Jeta, puna dhe karriera fillon me mbretëreshën e kupave. Tregon intuita juaj do të jetë shumë e fortë. Mund të ndjeni me njëherë kujt mund t'i besoni, cila ofertë është serioze dhe cilat situata nuk ju bindin. Mos e nënvlerësoni këtë ndjesi, sepse këtë javë logjika dhe intuita duhet të ecin bashkë. Kjo letër tregon gjithashtu se shumë prej jush do të jenë më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth. Prandaj largoni nga njerëzit që vetëm ankohen dhe ju thithin energjinë. Të paktën këtë javë binjak, sepse ka vërtet mundësi të mëdha për ju. Nuk jeni, ta them, central elektrik që të furnizoni gjithë lagjen. Këtë javë mendoni veten. Pastaj del dy shkopit, të fillon historia e javës në fakt. Ju po shikoni përtej vendit ku jeni tani, dhe kjo është gjë e bukur. Disa prej jush po mendojnë ndryshim pune, projekt të ri, investim, zgjerim të diçkaje ekzistuese. Kjo letër flet për planifikim, jo për ëndra, por për plane reale, për hapa konkret. Duket sikur po afrohet momenti ku duhet të vendosin se cilin drejtim do ta ndiqni. Kjo javë është vërtet më rëndësi, ju thash që disa herë të dashur binjak, dhe keni kujdes. 9 të kupës, vazhdojmë me atë ekonominë në punën që është rendi parë, karrierën, shkollë, çfarëdo që të jetë që ka të bëjë me sigurinë, stabilitetin e juaj ekonomik. Pra, 9 të kupës vjen shpërblimi. Është letra e dëshirave që fillojnë të realizohen, jo domosdoshmërisht të gjitha me njëherë, por mjaftueshëm sa të kuptoni se po ecni në drejtimin e duhur. Në ekonomi kjo mund të sjellë përmirësim financiar, pagesë, bonus, klient, ose një lajm që do ju gëzoj të ju bëj të ndjeni më të sigurt apo më stabile të jetë gjendja. Kjo është një nga letrat më pozitive për javën. Ajo thot, vazhdo, je duke u afruar. Rendin e parë kam taksur për dashuri. Dhe e para, për ata që janë në lidhje, është 7 të kupës, tregon shumë mendime dhe shumë skenar, jo të gjitha reale, binjak. Duket sikur njëri prej partnerëve mund të jetë duke menduar më shumë se sa duhet. Të ketë pasiguri, mund të ketë pritshmëri, mund të ketë dhe keq interpretime. Kjo javë kërkon komunikim të qartë, sepse jo çdo gjë apo çdo mendim që kalon në kokë është realitet. Asi i monedhës, për beqarët, ta them për ata që janë beqarë që patjetër lidhet dhe me ju, kjo është një letër shumë e mirë. Ndryshe nga asi i kupës që sjell emocion të menjëhershëm, kjo letër sjell diçka më serioze. Mund të jetë një njohje që fillon ngadalë, një person që duket i qëndrueshëm, që mund të fillojë qëndrueshmëria juaj pasi të sqarohen muhabetet. Për këtë, jo vetëm flutura në bark, ta them kështu. Por dhe arsye për të buzëqeshur, dhe sinqerisht, pas disa eksperiencave që kanë pasur disa binjak, siguria nuk është ide e keqe.
The Lovers, që do të thotë të dashuruarit, për ata që nuk din, për ata që presin ribashkim, del pikërisht pra të dashuruarit. Dhe kjo është një nga letrat më të forta që mund të dilte. Kjo tregon se lidhja ende ka rëndësi, ende ka ndjenje, që nga dytë, ende ka zgjidhje për të bërë. Por kujdes, kjo letër nuk garanton ribashkim. Kjo tregon potencial. Dhe potenciali bëhet realitet vetëm kur të dy njerëzit janë gati të zgjedhin njëri tjetrin. Jo ego, jo inatet, apo gjërat e tjera. Rëndin e tretë e kam ndarë për mbledhje e ardhmja gjithë leximit të juaj, filloj me faqet të kupës. Kjo tregon se java sjell diçka të këndshme, mesazh, lajm, një ftesë, një surprizë, diçka që ju bën të buzëqeshni. Mos e nënvlerësoni, sepse gjërat e mëdha shpesh fillojnë nga gjërat e vogla, të dashur binjak. Nëntë të shpatës, mbi mendime, ato që po them dikush këtu mund të jeni më shumë ju se partneri, i egzageron ankth të frikës, skenar katastrofik që krijon mendje në orën 2 të natës. Kështu ta them. Ky letër më thot më shumë për jush do të shqetësoheni për diçka më shumë se sa duhet. Dhe kur e shoh pranë gjithë këtyre letrave pozitive, më duket qartë se problemi nuk është realiteti. Problemi është mënyra si po i mendoni realitetin. Dhe star kërkoj ndjes. Star është leximi mbyllet kaq bukur për ju të dashur binjak. Ylli është shpresa, shërimi, besimi. Kjo është letra që ju thot, mos u dorëzo, mos egzagjero, mos i mendo gjërat, apo mos qaj për gjëra pa ndodhur, apo mos i rrit në kokën tënde. Po ecin drejt një periudhe të qetë, më të qartë, më të lumtur. Dhe këto egzagjerime sikur po kalojnë, dhe kjo është e mirë për ju. Kjo javë është javë zgjedhjesh, do ta thosha. Mundësish dhe qartësisë. Mbretëresha e kupave që përfillojnë me atë letër, mbretëresha e kupave kërkon të dëgjoni intuitën, t'i besoni vetes më shumë. Dy shkopit kërkon të zgjidhni drejtimin. Nëntë të kupës ju premton shpërblim kur të zgjidhni një gjë dhe me një gjë të mireni, jo më shumë. Një e mbaroni, filloni tjetrën, kështu me radhë. Në dashuri kemi shumë mundësi, por edhe nevojë për qartësi. Ndërsa fundi i leximit ju jep mesazhin më të rëndësishëm, mos lejoni që frika të flasë më fort se shpresa, sepse letrat tregojnë mundësi, lumturi dhe fillime të bukura për ju të dashur binjak. Ajo që mund t'ju pengojë nuk është mungesa e fatit, por dyshimi ndaj vetes. Besoni më shumë tek rruga që po ndërtoni, sepse po ju çon shumë larg se sa mendoni sot.